Çka është Bregazno edhe pse ka me ne ose dy, ka vetë njoni që aku marru emrin për rubrikën pyetjet nga komentet. Bregazno shqip do me thonë boshti me gunga. Kjo është i lidh me zinxhirin ose rrypën e motorit edhe e ka një rol shumë të rëndësishëm. Për me funksionu motori perfekt duhet çdo pjesë me funksionu shumë preciz. Boshti me gunga i ka gunga qashtu të konstruktume ose të pozicionume që kur rrotullohet me shtyp qaj e gungë ventilin i cili është i pajisur me pedal. Qaj ventili i shtyp ose është i hyrjes që do me thonë lejon me hi ajri me karburant cilindër për mu djeg, ose është ventili i daljes i cili hapet për me liru gazat nga cilindri që jën djeg. Tash kemi motora me ne ose me dy boshte me gunga që njihen si COHC edhe DOHC, që do me thonë single overhead camshaft edhe double overhead camshaft. COHC e ka pra veç një bosht i cili hap edhe hyrjen edhe daljen, kurse DOHC i ka dy boshte, njona veç për hyrje e tjetra veç për dalje. DOHC është teknikisht më efikas edhe më i fuqishëm sepse thithja dhe shkarkimi kontrollohen veçmas edhe motori merr më mirë frymë. COHC është më i thjeshtë edhe kanjëherë mundet me harxhu më pak karburant në përdorim normal, ama ka dukshëm më pak fuqi ose më i ngadalshëm. Kurse as pak ngadalshëm njën APR-ja me ekip, si në teren po edhe me oferta. Kështu që follow për mos me ti kënaqësen. Hajde tash në komente me pyetjet e radhës.